Një brez i ri nacionalistësh etnik serb po përgatitet për një luftë në Bosnjë, ka raportuar The Telegraph. Sipas mediumit, qindra militant kanë udhëtuar në Ukrainë për të luftuar për krah trupave ruse me besimin se siç e quajnë ata, nëna Rusi do t'i shpërblej duke i ndihmuar të rrimarrin territoret e humbura serbe, në mesin e të cilave e konsiderojnë Kosovën. The Telegraph zbulon se nacionalistët, përfshirë veteranët nga lufta e Bosnjës, po përdorin mediat sociale për të inkurajuar të rinj serbë që t'u bashkohen atyre në Rusi. Disa po ofrojnë 23.000 pound që ata të regjistrohen dhe të luftojnë në Ukrainë. Ekziston frika se sa po të kthehen në shtëpi në Bosnjë, ata do të nxisin një konflikt paramilitar 30 vjet pas përfundimit të luftës së Bosnjës. Republika Srpska mund të bëhet një vend stërvitjeje për njësitë paraushtarake të mbështetura nga Rusia, duke paraqitur një kërcënim për sigurinë evropiane. Shënjestër.net